Në Tiranën e zhurmshme ku çdo ditë duket se sjell një lajm të ri, askush nuk do ta kishte menduar se një ngjarje e tillë do të shpërthente si rrufe dhe do të përhapej me shpejtësi nëpër lagje, kafene e rrjetet sociale. Historia e Arditit, një djalë vetëm 20 vjeçar, i cili u bë gjysh për herë të parë, tronditi jo vetëm familjen dhe të afërmit, por gjithë ata që e njohin qoftë edhe rastësisht. Në fillim shumë kush mendoi se ishte një shaka, një thashethem i sajuar për të bërë buj, por me kalimin e ditëve gjithçka u konfirmua. Arditi, një djalosh i lindur e rritur në Tiranë, që ende kishte fytyrën e pafajshme të një studenti, tashmë mbante mbi supe një rol që zakonisht lidhet me moshën e thinjave, atë të gjyshit. Ai kishte një jetim të brendshme që nuk e kishte treguar asnjëherë, një peshë të historisë familjare që në fakt të shpjegonte këtë zhvillim të jashtëzakonshëm. Historia e tij nuk filloi as me lindjen e djalit të tij, as me lindjen e nipit që do ta kthente në gjysh, por shumë më herët, në mënyrën se si jeta kishte marrë kthesa të papritura në familjen e tij, në moshën e re të prindërve, në vendime të marra në rini, e mbi të gjitha në një trashëgimi të çuditshme që gjenerata pas gjenerate kishte lënë pas. Kur Arditi u lind, nëna e tij ishte vetëm 15 vjeç. Ajo ishte rritur në periferi të Tiranës, në një lagje ku paragjykimi dhe varfëria përziheshin me ëndrat e rinisë. Ishte vetëm një adoleshente kur mbeti shtatzën nga një djalë pak më i madh, i cili më pas u zhduk nga jeta e saj, duke e lënë vetëm me një barë të rëndë dhe me një foshnjë që do ta ndryshonte përgjithmonë jetën. Ajo solli në jetë Arditin në një maternitet shtetëror, ku gratë e tjera e shihnin me habi, një vajzë kaq e vogël me një bebe në duar. Nëna e saj, gjyshe e Arditit, mezi i qëndroi pranë, duke u përballur me turpin e njerëzve dhe shikimet e rënda të afërmve. Në një farë mënyre, historia e Arditit nisi si një përsëritje e hershme e një cikli. Ai u rrit duke e ditur se ishte fëmia e një nëne shumë të re që ende nuk ishte mbaruar shkollën e mesme. Fëmijëria e tij nuk ishte e zakonshme, ndërsa fëmijët e tjerë kishin nëna që i çonin në shkollë, e tij shpesh herë ishte në provime ose duke u përpjekur të mbaronte mësimet e lëna pezull. Megjithatë, ai nuk u ndje kurrë i munguar nga dashuria, nëna e tij e vogël, pavarësisht gabimeve, e deshi me gjithë forcën e zemrës dhe bëri gjithçka për t'i dhënë një jetë normale. Por historia u bë edhe më e komplikuar kur Arditi në adoleshencë u lidh me një vajzë nga lagja e tij. Ajo quhej Klea dhe ishte vetëm një vit më e vogël se ai. Në fillim dukej si një lidhje naive e të rinjve të lagjes, një dashuri e parë që nuk pritej të zgjaste shumë. Mirëpo, siç shpesh ndodh, ndjenjat e forta të moshës i quan drejt një realiteti të parakohshëm. Kur Arditi ishte vetëm 14 vjeç dhe Klea 13, ajo mbeti shtatzën. Ishte një tronditje e madhe për të dy familjet, por në fund ata vendosën që ta mbanin fëmijën. Në një apartament të vogël në periferi të Tiranës, një foshnjë erdhi në jetë dhe Arditi, në moshën ku shumica e djembe mendojnë për lojra, u bë baba për herë të parë. Ky hap e rriti me shpejtësi. Ai duhej të linte pas fëmijërinë e vet, të gjente mënyra për të fituar para, të kujdesej për një bebe, ndërsa vetë ishte ende në bankat e shkollës. Njerëzit e shihnin me habi në rrugë, një djalë i ri që shtynte karroce me fëmijën e tij. Disa e paragjykonin, disa e përqeshnin, të tjerë ndjenin keqardhje. Por ai, me kokën ulur, vazhdonte të ecte përpara. Vitet kaluan shpejt. Djali i tij, Erioni, u rrit mes një babai ende adoleshent dhe një nëne po aq të re. Kur Arditi mbushi 20 vjeç, Erioni ishte tashmë 6 vjeç. Dhe aty nisi kthesa që askush nuk do ta kishte menduar. Erioni, edhe pse fëmijë, u rrit në një mjedis ku jeta shfaqe shumë më shpejt se sa duhet. Ai ishte i rrethuar nga të rinj, nga kushërinj e shok më të mëdhenj që shpesh e futnin në biseda që si takonin moshës së tij. Një ndodhje pa zakon ndodhi, një vajzë shumë e vogël, fshinja e tyre, me kushte familjare të vështira, kalonte shpesh kohën në shtëpinë e tyre. Me kalimin e kohës, marrëdhënia me saj dhe Erionit mori një drejtim që askush nuk do ta kishte menduar. Në mënyrë të pakuptueshme, në një moshë absurde, vajza mbeti shtatzën. Ishte një lajm i papranueshëm, i pabesueshëm. Familjet shpërthyen në akuza, shokët u tronditën, lagja u mbush me thashetheme. Por pas analizave dhe gjithë rëmujës, u konfirmua e vërteta, Erioni do të bëhej baba. Dhe kështu Arditi, vetëm 20 vjeç, do të bëhej gjysh për herë të parë. Kur lajmi doli, njerëzit nuk dinin si të reagonin. Disa qeshën me sarkazëm, duke thënë se ishte një rekord i ri i pakuptimt, të tjerë tundën kokën me keqardhje, por kishte edhe nga ata që u tronditën thellë dhe e panë si një pasqyrë të një shoqërie që po humb kontrollin. Vetë Arditi nuk fliste shumë. Ai e pranoi fatin e tij me një qetësi të çuditshme, si dikush që ishte lodhur nga gjykimet e të tjerëve, dhe kishte vendosur të jetonte pa ju përgjigjur askujt. Pas lajmit, Tirana u përfshi nga një rëmuj thashethemesh. Në lagjen e kombinatit ku jetonte familja e Arditit, çdo kafene kishte një temë të vetme, djali 20 vjeçar u bë gjysh.
Të moshuarit rinin duke tundur kokën, si për të thënë se nuk ishin parë gjë më të çuditshme, ndërsa të rinjtë përdornin historinë si shaka për të ironizuar shoqërinë. Por përtej fjalëve, realiteti ishte i rëndë. Një vajzë e vogël shtatzën, një fëmijë që do të linte nga një baba ende fëmijë vet, dhe një gjysh që ende nuk kishte mbaruar universitetin. Arditi në heshtjen e tij, e ndjente peshën e gjithë kësaj. Çdo mëngjes, kur dilte nga shtëpia për të shkuar në punën e vogël që kishte gjetur, një servisër makinash pranë laprakës, ndjente sytë e njerëzve mbi të. Nuk ishin të njëjtët sy që e kishin parë kur ai vetë shtynte karrocën e djalit të tij në moshën 14 vjeç. Atëherë kishte pasur keqardhje e habi. Tani kishte më shumë ironi, një përzierje për buzje e mosbesimi. Në darkë, kur kthehej në shtëpi, gjej Klean, nënën e djalit të tij, që rinte e lodhur në divan, dhe Erionin, i cili megjithëse vetëm 6 vjeç, tashmë kishte një peshë të frikshme mbi supe. Ai ende nuk e kuptonte mirë çfarë po ndodhte. Në mendjen e tij, baba ishte një fjalë që e lidhte me Arditin, por tani njerëzit e përdornin për të. Kur e pyesnin në lagje, a jeti babi i bebes që do vije, ai vetëm qeshte në hutim, pa kuptuar sakt kuptimin e pyetjes, lodhje të parakohshme. Ajo shpesh bënte biseda të gjata me Arditin pas mesnate kur fëmijët flinin. Ne nuk e kemi fajin vetëm ne, Ardit, i thoshte me zë të dridhur. Ky është faji i shoqërisë, i familjeve që nuk na mbajtën afër, i mungesës së kontrollit. Si mundet që një fëmijë të bëhet baba? Si mundet që ti, në këtë moshë, të quhesh gjysh? Ai e dëgjonte, por nuk përgjigjej shpesh. Mendimet i vlonin në kokë, por fjalët nuk i dilnin. Kishte kohë që kishte mësuar të përtypte dhimbje në heshtje, të mos e shpërndante me të tjerët. Një natë, ndërsa qëndronte vetëm në balkonin e apartamentit të vogël, dëgjoi disa djem poshtë pallatit duke qeshur. Njëri prej tyre tha me zë të lartë: "Ja ku e keni gjyshin më të ri të Tiranës?" Na rroft dhe shpërthyen në të qeshurat të forta. Arditi nuk reagoi, por zemra ju shtrëngua. Ai e dinte që për shumë njerëz kjo histori ishte bërë barsolet, por për të ishte realitet. Me kalimin e javëve, barku i vajzës së vogël nisi të dukej. Familja e saj ishte në kaos, babai nuk donte ta pranonte situatën dhe akuzonte Erionin dhe Arditin, ndërsa nëna e saj çante ditë natë. Kishte edhe zëra që kërkonin ndërhyrje ligjore, sepse vajza ishte shumë e vogël. Por në Shqipëri, shpesh, ligji e morali përplasen me murin e mentalitetit dhe të turpit familjar. Në fund, të dy familjet, me zbritmash, lotësh dhe kërcënimesh, u ulen e ranë dakord. Foshnja do të mbahej dhe Arditi me Klean do ta merrnin përsipër rritjen e saj, ashtu si dikur kishin bërë me Erionin. Dita e lindjes erdhi më shpejt se sa pritej. Në maternitet, mjekët shikonin me mosbesim kartelën, një nën fëmijë, një baba ende më fëmijë dhe një gjysh vetëm 20 vjeç. Lajmi doli menjëherë jashtë mureve të spitalit. Nëpër portale filluan të dalin titull: "Rasti pa precedent në Tiranë, gjysh në moshën 20 vjeçare." Fotot e fshehta që disa kishin bërë nisën të qarkullonin në rrjetet sociale. Komentet ishin të shumta, nga ata që mallkonin prindërit për neglizencë, te ata që e shihnin si pasojë të shturjes së shoqërisë. Kishte edhe nga ata që qeshnin me lajmin, duke e kthyer në meme. Kur Arditi mbajti në duar nipin për herë të parë, ndjenja ishte e përzierë. Një pjesë e tij u mbush me një ndjenjë të ngrohtë, si çdo njeri që shikon një krijesë të vogël që sapo ka ardhur në jetë. Por një pjesë tjetër u shua krejtësisht, duke e ditur se ky moment që për shumicën është kulmi i pleqërisë, për të ishte ende brenda rrezës së rinisë. Ai e shtrëngoi beben në gjoks dhe ndjeu një loçë i rrëshiti faqeve. Ishte lodhimbje apo gëzimi, asaj vetë nuk e dinte. Në ditët që pasuan, shtëpia e tyre e vogël u mbush me njerëz që vinin për të parë beben. Por vizitat nuk ishin si ato tradicionale, me urime e dhurata. Shumë prej tyre vini më shumë nga kurreshtja, nga dëshira për të parë me sytë e tyre gjyshin më të ri të Tiranës. Disa nuk nguronin të bënin shaka të hidhura: "Ardit, kur të bëhesh 40 vjeç, të kesh edhe stërnipin ose ti duhet të hapësh një klub të gjyshërve të rinj." Arditi i dëgjonte të gjitha dhe vetëm buzëqeshte me zor. Brenda tij, çdo fjalë ishte si një gozhë që i ngulej në shpirt, por nuk fliste. Ai kishte vendosur të mos i jepte askujt kënaqësinë e një reagimi. Në netet e vona, kur të gjithë flinin, ai rinte ulur pranë dritares dhe mendonte si do të ishte jeta e tij po të kishte lindur në një rrethan tjetër. A do të ishte një student i zakonshëm, që pinte kafe me shokët e kursit, apo ndoshta një futbollist që ndishte ëndrrën e tij? Çdo herë që imagjinonte versionet e tjera të jetës së tij, një boshllëk i madh i hapej brenda. Por pastaj dëgjonte zërin e bebes që çante në dhomën ngjitur dhe ngrinte kokën. Ky ishte realiteti. Ky ishte fati i tij. Pasi foshnja erdhi në jetë, jeta e Arditit dhe Klesës ndryshoi përgjithmonë. Jo vetëm për shkak të një bebeje që kërkonte kujdes të pandërprer, por edhe për shkak të vëmendjes së madhe që morën. Në lagje, nuk kishte më asnjë njeri që të mos e dinte historinë.
Të gjithë flisnin, të gjithë komentojnë, të gjithë dukeshin të përfshirë, sikur ishte një telenovele përditshme që ndodhte para syve të tyre. Nëna e Arditit, Elona, ishte vetëm 35 vjeç dhe ndjente veten më të vjetër se kurrë. Ajo e kishte lindur Arditin në moshë shumë të re dhe për vite të tëra kishte jetuar me vulën e nënës fëmijë. Tani, kur më në fund kishte filluar të ndjej pak më e çliruar, erdhi ky lajm i ri që goditi si rrufe. Ajo ishte bërgjyshe ndërkohë që shumë nga shoqet e saj të shkollës së mesme ende nuk ishin martuar. Një pasdite, ajo shpërtheu në kuzhinë, ndërsa mbante në krah nipin e porsalindër. Nuk e di çfarë kemi bërë gabim, Ardit, tha me zë të dridhur. Në vend që të rregullohej gjendja jon, duket sikur jemi futur në një cikël që nuk mbaron. Unë jam gjysh e ti gjysh, dhe ky engjëll i vogël do të rritet me një histori që do ta ndjek gjithë jetën. Arditi uli kokën. Nuk është faji yt, mami. Faji është i jetës. E till na ra. Jo, u përgjigj ajo me nervozizëm. Nuk është vetëm jeta. Janë vendimet tona. Vendimet e mia, vendimet e tua. Po të kisha qenë më errët, po të kisha tërhequr më shumë frenat, ndoshta kjo nuk do të ndodhte. Në atë moment, Klea hyri në kuzhinë e lodhur, por me një ton të prerë. Ju lutem, mos ja vini fajin askujt. Kjo është e Jonatani. Ky fëmijë është këtu dhe duhet ta rrisim. Të dyja gratë u pan për disa sekonda pa folur. Në atë heshtje kishte shumë më tepër fjalë, se sa në çdo bisedë. Ishte një heshtje e mbushur me dhimbje, faj, por edhe me një forcë të heshtur që vetëm gratë që mbajnë barën e familjes din ta kenë. Por historia nuk mbeti brenda mureve të shtëpisë. Një nga portale kryesore online publikoi një artikull të gjatë me titull Fenomen në Tiranë, gjyshi më i ri në Shqipëri është vetëm 20 vjeç. Artikulli shoqërohej me foto të bëra fshehurazi nga njerëzit që kishin qenë në maternitet. Brenda pak orësh, lajmi u shpërnda me shpejtësi. Në Facebook, Instagram, TikTok, filluan videot, komentet, batutat. Një pjesë e njerëzve shihnin si tragjedi sociale, të tjerë e kthenin në humor. Shiko, i tha një shok i vjetër i shkollës Arditit, duke i treguar telefonin. Je bëri famshëm o burr. Gjysma e Shqipërisë po flet për ty. Arditi e hodhi një sy ekranit, ku qarkullonin meme me fotot e tij. Njëra thoshte, kur je gjysh, por ende s'të kanë dalë mjekrat. Tjetra, gjyshi që shkon në diskotek me nipin. Ai buzëqesh i hidhur, pa thënë asgjë. Familja e vajzës së vogël, asaj që kishte sjell në jetë beben, ishte e përqar. Babai i saj ishte në prag të çmendurisë. Ai ishte një burr i ashpër, i mësuar të sundonte shtëpinë me zë të lartë, dhe tani ndjehej i poshtëruar. Një mbrëmje, ai shkoi në shtëpinë e Arditit dhe shpërtheu. Ju ma shkatëruat jetën, ma shkatëruat vajzën, ma ngjorët emrin për faqe të zezë. Bërtiti me sytë që i dilnin nga vendi. Nuk është ashtu, u përpoq Klea ta qetësonte. Fëmia është këtu, nuk ka faj. Duhet të kujdesemi për të. Kujdesu ti, bërtiti ai, duke e treguar me gisht. Unë nuk kam për ta pranuar kurrë këtë. Për mua, ajo foshnjë nuk ekziston. Fjalët ranë sigur në dhomë. Edhe pse të gjithë dinin që ishte një shpërthim emocional, dhimbja që shkaktoi ishte e madhe. Vajza e vogël filloi të çante me zë, ndërsa Erioni, që po dëgjonte gjithçka nga korridori, u fut në dhomë me sytë e përlotur. Është faji im? Pyeti ai me një zë të brisht. Arditi ju afrua, e përqafoi fort dhe i tha: Jo, biri im. Nuk është faji yt. Asnjëherë mos e mendo këtë. Por në sytë e tij kishte një dhimbje që fjalët nuk mund ta mbulonin. Ai e dinte se Erioni, edhe pse fëmijë, tashmë e kishte humbur pafajësinë. Ditët kalonin, por presioni vetëm rritej. Televizionet filluan të interesoheshin për historinë. Një gazetar e priti Arditin te dera e punës. Mund të na tregosh historinë tënde? Publiku do ta dëgjojë nga goja jote. Arditi u ndal, e shikoi dhe tha me qetësi: Historia ime nuk është për spektakël. Është jeta ime. Por refuzimi i tij vetëm sa i shtoi më shumë kurajshje njerëzve. Filluan të shpiken versione të ndryshme, të shtohen thashethemet, të dalin rrëfime të rreme. Një portal tjetër shkruante: Djali që sfidoi natyrën gjysh në 20 vjeç, a do të jetë rekord botëror? Në rrugë, të huajt të ndalonin për ta parë nga afër. Në autobus, një grua i tha me zë të lartë shoqes së saj: Ja, ky është ai gjyshi famoz. Dhe gjithë autobusi nisi ta shikonte. Arditi ndjehej i zhveshur para botës, i ekspozuar. Në një moment i tha Kleas: Dua të ikim nga Tirana. Dua të fillojmë diku tjetër. Ajo e pa me sy të lodhur. Ku Ardit? Nuk kemi asnjë mundësi. Kemi vetëm këtë shtëpi, këtë punë. Dhe mbi të gjitha kemi këta fëmijë. Ku të shkojmë? Ai nuk pati përgjigje. Vetëm uli kokën dhe heshti. Ditët pas publikimit të lajmit u bën më të vështira se gjithçka që Arditi kishte përjetuar më parë.
Lagjia e kombinatit që më parë duke një vend i zakonshëm për lojë dhe të rinj që ecnin drejt punës ose shkollës, tani ishte një vend ku secili sy që takonte Arditin mbante një përzierje habie, përbuzjeje dhe kurioziteti të pashmangshëm. Në shkollën ku Erioni sapo kishte filluar klasën e parë, fëmijët e tjerë nuk e shikonin më si shokun e tyre të zakonshëm. Gjyshi i vogël i lagjes, thoshin ata dhe qeshnin fshehurazi, duke krijuar një paragjykimi që Erioni nuk e kuptonte plotësisht, por që ndjente thellë në shpirt. Ai filloi të heshte më shumë, të qëndronte larg lojrave dhe të mos bënte shumë pyetje. Arditi e vuri re menjëherë ndryshimin. "Biri im, pse nuk luan me shokët?" e pyeti një pasdite ndërsa rrinin pranë parkut. "Ata qeshin me mua, baba," përgjigjej me zë të ulët Erioni. "Kush qesh me ty?" tha Arditi, duke u ndier njëkohësisht zemërthyer dhe i pafuqishëm. "Ata fëmijët e shkollës." Ata thonë se unë jam fëmia i gjyshit të ri dhe qeshin nervozisht, por sytë i lageshin nga lotët që po i formoheshin. Arditi e përqafoi dhe përpiqej të qetësonte, por brenda tij ndjente një dhimbje të thellë. Ai e dinte që nuk ishte një problem i thjesht i fëmijërisë, kjo ishte një plagë që do të ndiej gjatë gjithë jetës. Në anën tjetër, gjyshërit më të moshuar të Arditit, të cilët tashmë ishin në të 60 atë, nuk mund të kuptonin dot këtë situatë. Për ta, të bëhesh e gjysh në moshën 20 vjeç, ishte një skandal që sfidoi logjikën dhe përvojën e tyre të gjatë. Kur mblidheshin në tryezën e kuzhinës, zëri i tyre shpesh shpërthente në debate. "Si mundet?" pyeste gjyshi i vërtet, duke tundur bastonin. "Në kohën tonë, dikush i ri fillonte punë, ndoshta martohej, por të bëhej gjysh? Nuk e kuptoj dot." "Po çfarë mund të kuptojmë ne?" i përgjigjej gruaja e tij, nëna e Arditit. "Fëmijët po bëjnë gabime, por ne duhet të ndihmojmë, jo të gjykojmë." Megjithatë, ndonse e pranonin brenda vetes, ndjenja e turpit dhe shqetësimit u shpërndante tension në të gjithë familjen. Çdo vizitë tek të afërmit e largët përfundonte me pyetje të ndrojtura ose shikime të ftohta, si është ky gjysh i vogël që kemi dëgjuar. Ndërkohë, mediat nuk e lanë historinë të qetësohej. Një ekip televiziv erdhi në shtëpinë e Arditit për një intervistë drejt për drejt. Kamera xhironte çdo detaj, dhomën ku fëmijët flinin, lodrat e shpërndara, shenjat e rrëmujës që mbante ende aroma të rutinës së përditshme. Arditi e pranoi intervistën, por jo pa dyshim dhe pa tension. "Historia ime nuk është për spektakël," tha ai me zë të qetë, por sytë i dridheshin pak. "Nuk dua të bëj lajme, dua të rris fëmijët e mi dhe të sigurohem që ata të kenë një jetë të mirë. Nuk është e lehtë, por është realiteti im." Gazetari, duke ndjer ngërçin dhe dramatikën, e pyeti: "Si ndihesh duke u bërë gjysh në këtë moshë?" "Nuk e ndjej veten gjysh," përgjigjej Arditi. "Ndjem një baba, një prind dhe kjo mjafton." "Çfarë është gjyshëria për mua?" "Thjesht një emër që njerëzit përdorin për të bërë histori." Por pavarësisht fjalëve të tij, lajmi tashmë ishte shpërndar dhe u kthye në temë bisedash jo vetëm në rrugë, por edhe në rrjetet sociale. Një video e Erionit duke luajtur me lodrat e tij u bë virale, dhe komentet ishin të përziera, nga fjalë dashurie për fëmijën e vogël të sulme ironike për Arditin që kishte bërë një jetë të çuditshme. Kjo situatë filloi të ndikojë edhe psikologjinë e Arditit. Ndërsa përpiqej të qëndronte i fortë për fëmijët, brenda tij një ndjenje pasigurie po rritej. Ai filloi të ndjente ankth kur dilte në rrugë, kur shihte njerëz që ndanin me shikime dhe kur mendonte për të ardhmen. Çfarë do të ndodhte kur Erioni të rritej dhe të kuptonte se ishte bërë baba në një moshë ku zakonisht njerëzit thjesht fillojnë të mendojnë për jetën e tyre? Në një pasdite të qetë, Arditi ul pranë dritares dhe mbajti Erionin në krah. "Do të jemi mirë, biri im," i tha duke i përkëdhelur flokët. "Do ta kalojmë këtë pavarësisht gjithçkaje." Erioni e shikoi me sytë më dhenj dhe një buzëqeshje e lehtë u formua në fytyrën e tij. Ai nuk e kuptonte plotësisht situatën, por ndjehej i sigurt pranë babait. Në këtë pikë, historia fillon të thellohet akoma më shumë. Do të dalin sfida të reja me shkollën, ku fëmijët e tjerë fillojnë të imitojnë batutat e rrjeteve sociale, dhe Arditi duhet të ndërtojë një strategji për të mbrojtur jo vetëm Erionin, por edhe nipin që sapo kishte lindur. Shkolla ku Erioni filloi klasën e parë u kthye shpejt në një terren të vështirë. Fëmijët e tjerë nuk e shikonin më si shokun e tyre të zakonshëm, ata e lidhnin me historinë virale që kishin parë në rrjetet sociale. Gjyshi i vogël ishte tallja që përdornin çdo herë që donin të qeshnin, dhe për Erionin kjo u bë një barë që nuk dinte si ta mbante. Mësuesja, një grua me përvojë, fillimisht nuk e kuptoi thelbin e problemit. Por shenjat e para u shfaqën shpejt. Fëmijët e tjerë nuk e lejonin të merrte pjesë në lojrat e grupit, talleshin me çdo gjë që ai thoshte dhe shpesh i flisnin me ironi. Një ditë, kur Erioni rrinte vetëm në karrige duke u përpjekur të lexonte, një nga fëmijët ju afrua dhe tha: "A je gjysh apo jo? Të gjithë po thonë që babai yt është gjysh." Erioni uli kokën, duke ndjerë një rëndim në zhoks.
Nuk kishte ku të shkoj, nuk kishte këtë pyes. Arditi e pa këtë ndryshim që nga sytë e tij. Çdo pasdite, pasi përfundonte punën, ai rrinte pranë Erionit dhe përpiqej të qetësonte. Nuk është e rëndësishme çfarë thon ata, biri im, I thoshte ai duke e përkëdhelur. Ti e di të vërtetën. Ti je I dashur dhe I sigurt këtu. Por realiteti nuk ishte aq I thjeshtë. Përdorimi I historisë së tyre nga mediat vazhdonte të ndikonte në jetën e përditshme. Në çdo kafene, në çdo rrugë, dikush shikonte Arditin dhe I thoshte diçka me ironi ose e filmonte fshehurazi. Një video ku Arditi ngushëllonte Erionin u bë virale përsëri dhe komentet nuk munguan, kush është ky gjysh I ri që nuk di të sillet ose ky fëmijë do të rritet me probleme sociale. Në mes të kësaj presioni, shfaqeshin edhe tensionet me gjyshërit më të vjetër. Ata që ishin bërë pjesë e familjes për të mbështetur Arditin dhe Klean, shpesh nuk dinin si të silleshin. Shumë herë, Elona, nëna e Arditit, e kishte të vështirë të kontrollonte nervat. Ardit, ti duhet të bësh diçka. Nuk mund të rish duar kryq, dhe ti lejosh të qeshi me djalin. Ai ka nevojë për ty. I thoshte ajo me ton të prerë, por të dridhur nga shqetësimi. Klea, nga ana tjetër, ndjej gjithashtu e tensionuar. Ajo nuk donte të krijonte konflikte, por ndjeje pa fuqishme përballë turmës së medjave dhe paragjykimeve të çdo ambienti ku shkonin. Nuk mund të ndryshojmë botën për një ditë, Ardit, I thoshte ajo. Mund të rrisim fëmijët tanë me dashuri dhe kjo mjafton. Ndërkohë, një tjetër problem shfaqej, lidhja mes familjeve filloi të tensionohej më shumë. Babai I vajzës së vogël, I cili nuk e pranonte historinë, kërkonte të ndërhynte ligjërisht duke kërcënuar me procedura gjyqësore. Ai kërkonte që fëmia të mos rritej në shtëpinë e Arditit, por në një mjedis më të kontrolluar. Për Arditin dhe Klean, ky ishte një stres I madh, sepse rritja e fëmijës kërkonte tash më shumë angazhim dhe përgjegjësi dhe kërcënimi ligjor e shtonte ndjeshëm presionin. Një ditë, ndërsa Arditi rrinte me Erionin në obor, ndjeu që diçka po ndryshonte brenda tij. Ai kishte nevojë të fliste me dikë që mund ta kuptonte, dikë që nuk do ta gjykonte. Shkoi tek gjyshja e tij, e cila, ndonse ishte e lodhur, e dëgjoi pa ndërprerje. Unë nuk e di si do ta mbaj këtë bar, I tha ai me zë të dridhur. Ndjem sikur jam I pafuqishëm. Fëmijët janë të vegjël, unë jam I ri dhe presioni I botës është mbi shpinën tonë. Gjyshja e shikoi me sy të butë dhe I tha: Nuk ka rrugë të shkurtra, Ardit. Duhet të ecim hap pas hapi. Ata që na paragjykojnë nuk e kuptojnë situatën tonë. Por ne do ta bëjmë. Të dy fëmijët duhet të rriten me dashuri dhe kujdes, dhe ne do t'ja dalim. Kjo fjalë ngrohse dha një dritë të vogël shpresë. Arditi kuptoi se, pavarësisht presionit të jashtëm dhe paragjykimeve, ai kishte njerëz të afërt që mund ta mbështesnin. Ai filloi të organizonte ditët më mirë, punonte më shumë për të siguruar ushqim dhe lodra, fliste me Klean për mënyrat më të mira për të ndihmuar Erionin të përballonte talljet në shkollë dhe përpiqej të krijonte një mjedis sa më të qetë dhe të sigurt për foshnjën e porsalindur. Por sfida më e madhe ishte akoma para tyre, si do të rriteshin dy fëmijët në një mjedis ku e gjithë shoqëria po I gjykonte dhe ku e ardhmja duke e paqartë. Arditi e dinte se rruga do të ishte e gjatë, e dhimbshme dhe e mbushur me pengesa. Por ai gjithashtu e kuptonte diçka tjetër. Çdo përpjekje, çdo lot, çdo sakrificë kishte kuptim për një gjë të vetme, të siguronte që fëmijët e tij të rriteshin me dashuri, pavarësisht nga bota që I rrethonte. Ditët kalonin ngadalë, por me një intensitet që raskapi çdo energji të re. Arditi dhe Klea nisën të krijojnë një rutinë të ngushtë për fëmijët. Mëngjeset I kalonin duke I përgatitur për shkollë, pas ditëve përpiqeshin të krijonin kohë lojrash dhe ushtrimesh, ndërsa netëve shkonin te materniteti për të kontrolluar foshnjën e vogël dhe për të siguruar që gjithçka ishte në rregull. Megjithatë, sfidat nuk pushonin. Në shkollë, Erioni ishte bërë objekt I batutave të shokëve dhe kjo filloi të ndikonte në sjelljen e tij. Një pasdite, kur Arditi shkoi ta marrë nga shkolla, e gjeti duke qarë fshehurazi në obor. Çfarë ndodhi, biri im? E pyeti ai, duke e përqafuar ngrohtësisht. Ata qeshin me mua thonë se jam fëmia I gjyshit të vogël, tha Erioni duke përplasur duart mbi fytyrë. Arditi e shikoi për disa sekonda dhe pastaj u përgjigj me vendosmëri. Nuk është e vërtetë ajo që thonë ata. Ti je fëmia im dhe unë do të të mbroj gjithmonë. E kupton? Por nuk ishte vetëm shkolla që I shqetësonte. Mediat vazhdonin të ndiqnin çdo hap të tyre. Një kanal televiziv publikoi një raport ku tregoheshin pamje të fshehta nga shtëpia, ndërsa gazetat shkruanin artikuj të gjatë mbi situatën e tyre. Arditi ndjente një tension të brendshëm që bëhej çdo ditë më I madh. Ai nuk mund të rrinte pa vepruar. Duhet të bëjmë diçka, I tha Kleas një mbrëmje. Nuk mund të lejojmë që kjo histori të na ndjek në çdo hap. Çfarë propozon Ardit? Pyeti ajo e lodhur. Do t'i afrohemi shkollës, tha ai. Do të flasim me mësuesit dhe do të organizojmë një takim me prindërit.
Nuk mund të lejojmë që Erioni të vuajë. Takimi me mësuesit dhe prindërit ishte i tensionuar. Disa nga prindërit e tjerë ishin të ashpër dhe i thanë Arditit gjëra të hidhura. Si mund ta pranoni këtë gjë? Ky fëmijë do të ketë probleme sociale gjithë jetën. Nuk është faji i fëmijës, u përgjigj Arditi me qetësi por të vendosur. Faji është i paragjykimeve. Ai është fëmia im dhe dua të sigurohem që të rritet pa frikë dhe me dashuri. Disa nga prindërit heshtën, disa të tjerë u qetësuan. Mësuesja e shkollës, e cila kishte parë ndryshimin në sjelljen e Erionit, u përpoqë të qetësonte situatën. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi. Nuk do të lejojmë paragjykimet të ndikojnë tek fëmijët. Ata kanë nevojë për mbështetje dhe jo për tallje. Përveç shkollës, Arditi duhej të përballej edhe me lagjen. Çdo dalje në rrugë ishte një provë. Disa fshinj qeshnin fshehurazi, të tjerë përpiqeshin të bënin shaka me të, ndërsa të tjerët shikonin me përbuzje. Një ditë, ndërsa po kalonte pranë një kafeneje, dikush i bërtiti. "Ej, gjyshi i ri, a ke sjell lodra për nipin?" Arditi nuk ju përgjigj. Vetëm shikoi drejt dhe vazhdoi rrugën. Brenda tij, ndjenja e të qenit i ekspozuar ishte e fortë, por ai e dinte që çdo reagim nervoz vetëm do ta rritë tensionin. Në këtë periudhë, Arditi filloi të ndërtojë një strategji për të mbrojtur familjen e tij. Ai bisedonte shpesh me Klean për mënyra të ndryshme, si të kufizojnë kontaktin me mediat, si të krijojnë një ambient të sigurt për fëmijët dhe si të trajtojnë situatat e vështira me fshinje dhe të tjerët. Një nga masat që morën ishte të vendosnin rregulla të qarta për përdorimin e telefonave dhe rrjeteve sociale. Fëmijët nuk mund të shikonin lajmet ose video që flisnin për ta, për të mos u ndjerë të frikësuar ose të paragjykuar. Arditi dhe Klea organizonin lojëra, lexime dhe aktivitete kreative për të mbajtur vëmendjen e tyre larg ndikimeve të jashtme. Në mes të gjithë këtij stresi, Arditi ndjente një lodhje të madhe emocionale. Ai filloi të shkruante ditar, duke përshkruar çdo ndjenjë, çdo moment të përditshëm, çdo sfidë dhe çdo fitore të vogël. Kjo i shërbente si një mënyrë për të menaxhuar presionin dhe për të qëndruar i fortë për familjen. Por sfida më e madhe mbetej lidhja me komunitetin. Arditi kuptoi se për të mbrojtur fëmijët, duhet të ndryshonte perceptimin e njerëzve. Ai filloi të organizojë aktivitete për fëmijët e lagjes, duke përfshirë lojëra, ditë sportive dhe ngjarje kulturore. Me kalimin e kohës, disa prej fëmijëve dhe prindërve filluan të kuptonin se historia e tij nuk ishte për të tallur, por për të përballuar realitete të vështira. Ditët filluan të marrin një ritëm të caktuar. Edhe pse sfidat nuk mungonin, Arditi dhe Klea gjetën një mënyrë për t'i përballuar. Çdo mëngjes, përpara se të niseshin për shkollë ose punë, ata bënin një rutinë të vogël për fëmijët, lexonin një tregim të shkurtër, flisnin për planet e ditës dhe i përqafonin ngrohësisht. Erioni dhe nipi i vogël, pavarësisht moshës së tyre, filluan të ndjenin sigurinë dhe dashurinë që vinte nga prindërit. Një nga momentet më të veçanta ishte pasditeve, kur Arditi merrte Erionin nga shkolla. Ata rrinin në park, luanin me topin ose me lodrat e tjera që kishin sjellë nga shtëpia. Arditi shikonte se si buzëqeshja e Erionit ndriçonte fytyrën e tij dhe ndjente një qetësi të pazakontë, pavarësisht nga presioni i vazhdueshëm nga jashtë. "Babi, a mund të më tregosh përsëri historinë e gjyshit të vogël?" pyeste Erioni një ditë, duke u ulur pranë Arditit. "Sigurisht, biri im," përgjigjej Arditi me një buzëqeshje të butë. "Por kujto, kjo nuk është një histori për të qeshur, por për të mësuar se sa e fortë mund të jesh kur duam të mbrojmë familjen tonë." Në ndërkohë, mediat nuk e kishin harruar. Një televizion lokal përpiqej të siguronte pamje të reja, ndërsa disa portale online shpiknin versione të reja të historisë, duke e kthyer çdo gjë në sensacion. Por Arditi dhe Klea kishin mësuar të mos reagojnë menjëherë. Ata vendosen të krijonin një mjedis të qetë për fëmijët, të kufizonin kontaktin me mediat dhe të ruanin rutinën e përditshme. Një nga strategjitë e tyre ishte të përfshinin komunitetin në aktivitete pozitive. Arditi organizonte lojëra, ditë sportive dhe ngjarje kulturore, ku fëmijët e lagjes mund të merrnin pjesë së bashku. Me kalimin e kohës, disa prindër dhe fëmijë filluan të kuptonin historinë e vërtetë dhe të ndiheshin më afër familjes. Një mbrëmje, ndërsa të gjithë ishin ulur në dhomën e vogël të ndenjes, Arditi shikoi nipin e vogël dhe Erionin që luanin së bashku. Një ndjenjë krenarie dhe dashurie përzieshin brenda tij. Ai e kuptoi se pavarësisht paragjykimeve, presionit dhe mediave, ajo që kishte rëndësi ishte që fëmijët të ndiheshin të sigurt dhe të duhur. Klea, duke parë momentin, tha me zë të qetë: "Po e shikon, Ardit? Ata janë të lumtur këtu. Dhe kjo është më e rëndësishmja." "Po," i përgjigjej ai duke përqafuar fëmijët. "Për të gjithë ne, kjo është çështja më e madhe, të krijojmë dashuri dhe siguri." Një ditë, kur Arditi po kthente Erionin në shtëpi, takuan një fshinj të ri që ishte kthyer nga jashtë. Ai i shikoi dhe tha me një buzëqeshje:
Kam dëgjuar për historinë tuaj. Tani kuptoj më mirë. Nuk është për të tallur, por për të kuptuar sfidat e jetës. Kjo ishte një fitore e vogël, por një fitore e rëndësishme. Arditi kuptoi se me durim, vendosmëri dhe dashuri mund të fillonte të ndryshonte perceptimet e njerëzve. Në fundjavë, familja bashkohej për aktivitete të thjeshta, një shëtitje në lishenin artificial, një film në shtëpi ose një vakt i thjesht së bashku. Këto momente nuk ishin thjesht rutina, ishin mbrojtja e tyre nga bota që nuk e pranonte situatën. Arditi mësonte çdo ditë se sa e rëndësishme ishte të ruajë lidhje me fëmijët, të kultivonte besimin dhe të ofronte dashuri pa kushte. Pavarësisht sfidave, historia e tyre kishte filluar të marrë një ngjyrë tjetër. Ajo nuk ishte më vetëm sensacion në mediat online, por një histori e forcës dhe mbijetisës. Arditi e kuptoi se, edhe pse historia e tyre kishte filluar me paragjykim dhe presion, fundi mund të ishte i ndryshëm. Një familje që shndronte e bashkuar, e mbështetur dhe e fortë përballë çdo vështirësie. Një mëngjes, ndërsa Arditi po dilte për punë, telefoni i saj filloi të binte me mesazhe të shumta. Një ekip televiziv lokal kishte marrë informacione se ai po dilte me fëmijët dhe donte të xhironte pamje ekskluzive. Arditi e kuptoi menjëherë se kjo mund të ishte një provokim dhe se çdo gabim i vogël mund të shndërrohej në sensacion mediatik. Klea, na duhet një plan, tha ai, duke i treguar telefonin. Çfarë propozon? Pyeti ajo. Nuk do t'i lejojmë të na kontrollojnë çdo hap. Do të dalim vetëm kur fëmijët janë të sigurt dhe nëse na ndjekin, thjesht do të mos reagojmë. Nuk ka gjë më të fuqishme se indiferenca në situata të tilla. Megjithatë, sfida nuk qëndronte vetëm tek mediat. Një pjesë e lagjes filloi të ndërhynte drejt për drejt. Një ditë, ndërsa Erioni po luante në obor, disa fëmijë të mëdhenj filluan ta tallnin dhe ta shpërfillnin me fjalë. Kur Arditi hyri në obor, një nga prindërit u afrua dhe i tha: "Ky fëmijë po mësohet keq. Nuk mund të lejojmë që të sillet si gjyshi i vogël." Arditi e shikoi me vendosmëri. "Ky është fëmia im. Ai do të rritet me respekt dhe dashuri. Nuk ka nevojë të përfshihet bota e paragjykimeve tuaja." Ky incident shërbeu si një sinjal për Arditin dhe Klean. Ata duhet të krijonin rregulla dhe rutina të forta për të mbrojtur fëmijët dhe për të parandaluar çdo përplasje me komunitetin. Filluan të vendosnin kufi të qartë, duke kufizuar kontaktin e fëmijëve me fshinjet që nuk respektonin situatën dhe duke krijuar një ambient ku ata mund të rriteshin pa frikë. Një nga strategjitë më efektive ishte përfshirja e komunitetit në aktivitete pozitive. Arditi organizonte lojra dhe ditë sportive, ku fëmijët e lagjes mund të merrnin pjesë së bashku. Me kalimin e kohës, disa prindër dhe fëmijë filluan të kuptonin historinë dhe të ndiheshin më afër familjes. Kjo solli një ndryshim gradual, disa nga fëmijët që fillimisht talleshin, nisën të bëheshin shok të Erionit. Në shtëpi, rutina e përditshme vazhdonte të ishte intensive. Arditi dhe Klea planifikonin çdo ditë, përgatitit për shkollë, ushqimin, lojërat dhe vizitat e foshnjës së porsalindur. Ata e kuptonin se çdo moment i harxuar mund të kthehej në stres ose presion, ndaj vendosën të qëndronin të organizuar dhe të bashkuar. Një mbrëmje, ndërsa të gjithë ishin ulur në dhomën e ndenjes, Arditi e pa nipin e vogël dhe Erionin që luanin së bashku. Një ndjenjë krenarie dhe dashurie përziheshin brenda tij. Ai kuptoi se pavarësisht paragjykimeve, presionit dhe mediave, ajo që kishte rëndësi ishte që fëmijët të ndiheshin të sigurt dhe të duhur. "Shiko," tha Klea me një buzëqeshje të butë. "Ata janë të lumtur këtu. Dhe kjo është më e rëndësishmja." "Po," i tha Arditi, duke i përqafuar fëmijët. "Për të gjithë ne, kjo është çështja më e madhe, të krijojmë dashuri dhe siguri." Në fundjavë, familja bashkohej për aktivitete të thjeshta, një shëtitje në lishenin artificial, një film në shtëpi ose një vakt i thjeshtë së bashku. Këto momente nuk ishin thjesht rutinë, ishin mbrojtja e tyre nga bota që nuk e pranonte situatën. Kështu, Arditi dhe Klea mësonin çdo ditë se durimi, organizimi dhe strategjia janë çelësi për të mbrojtur fëmijët dhe të ardhmen e tyre. Ata kuptuan se, pavarësisht sfidave, çdo përpjekje kishte kuptim dhe çdo moment i përbashkët ishte një fitore e vogël, por e çmuar. Një ditë, ndërsa Arditi po kthehej nga puna, pa disa fëmijë të shkollës që po e prisnin për të bërë shaka me Erionin. Një prej tyre i bërtiti: "Ej, gjyshi i vogël, a do të na tregosh histori të reja si babai yt?" Erioni i ul në tokë dhe u përpoq të largohej, por lodhët po i rridhnin pa mundur t'i ndalonte. Arditi ju afrua dhe e përqafoi ngrohtësisht. "Nuk ka rëndësi çfarë thon ata, biri im," i tha ai. "Ti e di se kushje dhe unë do të jem gjithmonë këtu për ty." Por ndikimi i presionit filloi të ndiehej më thellë. Erioni nisi të bëhej më i rezervuar në shkollë, të fliste më pak dhe të shmante lojrat me fëmijët e tjerë. Arditi e kuptoi se nuk mund të mbrohej vetëm me fjalë, duheshin veprime konkrete për të krijuar një ambient më të sigurt.
Në shtëpi, Klea dhe Arditi filluan të organizonin orare të qarta për lojra dhe studim, duke kufizuar kontaktin me rrjetet sociale dhe televizion, ku shpesh dilnin artikuj që talleshin me familjen. Ata gjithashtu krijuan një zonë të sigurt për fëmijët, ku çdo moment ishte i mbushur me dashuri dhe mbështetje. Por sfidat nuk mbaronin këtu. Një ekip televiziv lokal vendosi të xhironte fshehura zi pamje nga shtëpia. Një mbrëmje, kur Arditi po përgatitej të ushqente nipin e vogël, pan kamera që po tentonin të hynin në obor. Arditi ngriti tonin dhe i ndaloi menjëherë. Nuk keni të drejtë na shqetësoni, tha ai me vendosmëri. Kjo është shtëpia jon, dhe fëmijët tanë nuk janë objekt sensacioni. Klea mbante Erionin ngushtë në krah dhe i tha: "Nuk duhet të shqetësohemi. Ne do të menaxhojmë këtë situatë. Çdo presion ka një kufi dhe ne nuk do ta tejkalojmë." Përveç medjave, situata në lagje ishte gjithashtu e vështirë. Disa fshinje nuk e pranonin historinë dhe shpesh shpreheshin me ironi ose indiferencë. Arditi kuptoi se për të mbrojtur fëmijët, duhej të krijonte një rrjet mbështetjeje. Ai kontaktoi disa prindër që e kuptonin situatën dhe organizuan takime me fëmijët për aktivitete të përbashkëta. Kjo filloi të ndryshonte perceptimin e disa prej fëmijëve dhe prindërve, duke krijuar një mjedis pak më të sigurt. Në shtëpi, momentet intime me fëmijët u bën më të rëndësishme se kurrë. Çdo mëngjes, çdo pasdite dhe çdo natë ishte një mundësi për të ndërtuar besim dhe dashuri. Arditi dhe Klea mësonin se durimi dhe strategjia ishin të vetmet mjete për t'i mbrojtur fëmijët nga presioni i jashtëm. Një pasdite, ndërsa luanin të gjithë së bashku, Erioni ju afrua Arditit dhe i tha: "Baba, unë nuk dua që të qeshi me mua më. Dua të jem si shokët e mi." "E di, biri im," i tha Arditi. "Por mëso se ajo që ka rëndësi është të jesh i sigurt dhe i lumtur. Ata që qeshin nuk e kuptojnë forcën tënde." Kjo ditë shërbeu si një kujtesë për Arditin dhe Klean. Sfida do të vazhdonin, por dashuria dhe mbështetja e fortë ishin arma më e fuqishme. Ata kuptuan se çdo moment i përbashkët, çdo përqafim dhe çdo fjalë ngrohtë ishte një hap drejt sigurimit të një të ardhmeje të qetë dhe të fortë për fëmijët. Pas shumë muajsh sfidash, presioni i jashtëm dhe paragjykimet filluan të zbehen gradualisht. Arditi dhe Klea kishin mësuar të menaxhonin çdo situatë me durim dhe vendosmëri, duke krijuar një mjedis të sigurt për fëmijët. Çdo përballje me mediat, çdo shikim i ftohtë nga fshinjet dhe çdo batutë e paarsyeshme u kthye në një mësim të rëndësishëm. Dashuria, përkujdesja dhe strategjia ishin çelësa për të përballuar çdo sfidë. Në shkollë, Erioni filloi të ndjehej më i sigurt. Disa nga shokët e tij që fillimisht e taunin, nisën të kuptonin situatën dhe të bëheshin shokë të tij. Ai mësoi të fliste hapur për ndjenjat e tij dhe të mbështeste fëmijët e tjerë që përballeshin me situata të ngjashme. Shkolla nuk ishte më një vend frike, por një hapësirë ku fëmijët mund të luanin, mësonin dhe rriteshin së bashku. Lagja gjithashtu filloi të ndryshonte. Përpjekjet e Arditit dhe Klean për të përfshirë komunitetin në aktivitete pozitive dhe për të krijuar lidhje me fshinjet sollën rezultate. Një pjesë e tyre, që më parë shprehnin tallje ose indiferencë, filluan të respektonin familjen dhe të kontribuonin në krijimin e një ambienti më të mirë për fëmijët. Në shtëpi, çdo ditë ishte një mundësi për dashuri dhe mbështetje. Arditi shikonte Erionin dhe nipin e vogël që luanin, duke ndjerë një ndjenjë krenarie të thellë. Ai kuptoi se çdo sakrifisë, çdo përpjekje dhe çdo sfidë e kaluar kishin vlerë, sepse rezultati ishte lumturia dhe siguria e fëmijëve të tij. "Po e shikon, Klea?" i tha ai një mbrëmje ndërsa të gjithë ishin ulur pranë sobës, duke shikuar fëmijët që qeshnin dhe luanin. "Ata janë të lumtur, dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi." "Po," i tha ajo duke buzëqeshur. "Për ne, kjo është fitore e vërtetë." Arditi kuptoi se jeta kishte një mënyrë të veçantë për t'i testuar njerëzit. Sfidat e vështira nuk ishin fundi, por një mundësi për të treguar forcën, vendosmërinë dhe dashurinë e pakushëzuar. Ai dhe Klea kishin mësuar të qëndronin të bashkuar dhe të krijonin një familje ku çdo moment i vogël ishte i çmuar dhe çdo sfidë ishte një hap drejt forcimit të lidhjes së tyre. Historinë e tyre, që një herë e kishte tronditur të gjithë lagjen dhe rrjetet sociale, tani mund ta shihnin si një rrëfim mbi kurajon, durimin dhe dashurinë e pakushëzuar. Arditi, 20 vjeçari që u bë gjysh për herë të parë, kishte arritur të ndërtonte një familje të fortë, të lumtur dhe të bashkuar, duke treguar se përballë paragjykimeve dhe presionit, dashuria dhe përkujdesja mund të ndryshojnë çdo gjë. Në fund, kur nata zbardhi dhe qyteti i Tiranës u qetësua, Arditi shikoi fëmijët që flinin pranë tij dhe ndjeu një qetësi të thellë. Një ndjenjë falënderimi për sfidat e kaluar, për momentet e vështira dhe për çdo hap të përbashkët mbushte zemrën e tij. Ai e dinte që jeta ishte e vështirë, por gjithmonë kishte një rrugë për t'i dhënë dashuri dhe siguri atyre që kishte më shumë nevojë.
Dhe kështu, historia e një gjyshi 20 vjeçar që kishte tronditur të njohurit, u kthye në një rrëfim të bukur mbi forcën e familjes, durimin dhe dashurinë që nuk njeh kufi.